Të nërruar shikues, pak më herët ishim me kolegën tim Isa Halilit, i redakcisë RTS Sport në televizionin shqiptar. Tashmë kam Gëzim Çoçin këtu pranë me, është një prej përfaqësuesve të tifozërisë shkodrane, janë të shumë që kanë pritur sot në stadiumin e ri të Vorrës Gëzimi. Ju si zakonisht i pranishëm? E pranishëm, patjetër mbështetjet e ekipit, ose të kur si themi na, kështu që sot jena përfituar në Vorë me besim plot. Emocione patjetër? Emocionet janë fushë e re, Stadiumi i ri. Shi ka ra, por besoj që lojtarët do të zgjedhin një natë më special. Vllaznia kryesuese ta bëjë të klasifikimit, ndërkohë jemi live dhe natyrisht ka lëvizje këtu në tribunën VIP. Patjetër. Ndërkohë që Vora ka bërë mjaft të mirë. Edhe Vora është për të vlerësuar në maksimum, erdhi në Shkodër na mori parasim që sot edhe po e njëm, ata dy pikë lanë në Shkodër, por mendoj dhe besoj do t'i rikuperojmë sot. Kjo tribunë që pak a shumë duket e tëra kuqe blu, do t'jetë në mbështetje të ekipit të vllaznisë? Pa dyshime, nuk diskutohet, prandaj kena ardhur, s'kena pyetje as kohës, shinjës. Shikojmë ato formacione që i keni marrë, por i marrim pas shpine. Si duket formacioni që ka zgjedhur Edi Martini? Formacioni është ideal, domethënë, formacioni është ideal. Po, vazhdo, Gëzimi, sepse besoj se me këtë formacion do të dalim me 3 pikë nga qyteti, nga stadiumi i Vorës. Zakoni i lidhjeve tona të drejt për drejt është edhe parashikimi me shifra i Me rezultatit. shifra. Unë mendoj se ka 3 gola. 3 gola sot. Pa, 3 gola. Që të 3 për vllaznin, Mendoj se të 3 për vllaznin. me autor, Me atë besoj bala këtë rrallë, do të dalin nga ngershi, do të bëjnë gol mala, dhe por besoj edhe Kastrati. edhe Kastrati. Isha me Gëzim Çoçin, një prej tifozëve të spikator të vllaznisë që nuk mungon në asnjë ndeshje të vllaznisë në Loro Boriçi dhe në gjithë Shqipërinë. Faleminderit Gëzimi. Do ta them edhe okullin se i kena fituar ndeshje tjera me ka 1, sot mendoj se do të bëjmë 3. Respekte.